Në arkivat e rrëmujshme të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, dikush gjeti një dokument që nuk duhej të ekzistonte kurrë. Një dokument që tregonte rezultatet e sakta të zgjedhjeve të 22 marsit të vitit 1992, rezultate që ishin fshehur me kujdes nga sytë e publikut për javë të tëra. Ky dokument zbulonte diçka të pabesueshme, diçka që do të ndryshonte përgjithmonë imazhin e njeriut që kishte sunduar Shqipërinë për gati 7 vjet me radhë pas vdekjes së Enver Hoxhës. Ramiz Alia, presidenti i fuqishëm, trashëgimtari i zgjedhur i diktatorit më të gjatë në historinë e Evropës lindore, kishte humbur zgjedhjet në zonën e tij zgjedhore, jo ndaj një politikani të njohur, jo ndaj një lideri të opozitës, por ndaj një inxhinieri të panjohur që askush nuk e kishte dëgjuar emrin e tij deri në atë ditë fatale. 61% e votuesve në zonën e Tiranës ku kandidonte vetë presidenti i vendit, kishin thënë jo ndaj tij, kishin refuzuar me vendosmëri njeriun që kishte premtuar se do t'i udhëhiqte drejt demokracisë. Si ishte e mundur që një inxhinier i thjesht të mposhte njeriun më të fuqishëm të Shqipërisë në bastionin e tij personal? Çfarë kishin parë shqiptarët që ne nuk e kuptuam për vite të tëra? Kjo histori fillon shumë kohë përpara asaj nate të turpshme të marsit të vitit 1992, fillon në korridoret e errëta të pushtetit kur Ramiz Alia kishte ndërtuar karrierën e tij me durim dhe dinakëri të jashtëzakonshme. Ai ishte lindur në Shkodër në vitin 1925 në një familje me tradita fetare myslimane, por që do të braktiste çdo besim për të përqafuar ideologjinë komuniste me një zell që do ta çonte deri në majat e pushtetit. Si djalosh kishte parë Shqipërinë nën pushtimin italian, kishte parë varfërinë dhe poshtërimin e një kombi të vogël të rrethuar nga fuqi të mëdha, dhe kishte vendosur se rruga e vetme për të dalë nga kjo gjendje ishte revolucioni. Në moshën vetëm 17 vjeçare, Ramiz Alia u bashkua me lëvizjen komuniste partizane, duke u bërë njëri nga më të rinjt që do të luftonin nën komandën e Enver Hoxhës. Aty, në malet e Shqipërisë, ai nuk u dallua si luftëtar i guximshëm apo si strateg ushtarak i shkëlqyer, por si diçka tjetër që ishte shumë më e vlefshme për Enverin, si një organizator i aftë që dinte të mbante shënime, të hartonte raporte dhe të kuptonte intrigat e brendshme të grupit partizan. Enver Hoxha e vuri re këtë djalë të qetë që nuk bënte shumë zhurmë, por që gjithmonë ishte në vendin e duhur në kohën e duhur. Pas çlirimit të Shqipërisë në vitin 1944, kur shumë partizan të tjerë u zhdukën në pastrimin e parë të radhëve, Ramiz Alia jo vetëm që mbijetoi, por filloi të ngjitej në hierarkinë e re të pushtetit. Ai u bë sekretar i rinisë së punës së Shqipërisë, një pozicion që i lejonte të kontrollonte mendjet e gjeneratave të reja, të formonte besnik të rinj për regjimin dhe të identifikonte ata që mund të ishin të rrezikshëm në të ardhmen. Ishte një punë që kërkonte aftësi të veçanta, aftësinë për të dalluar besnikërinë e vërtet nga ajo e rreme, dhe Ramiz Alia e zotëronte këtë aftësi më mirë se kushdo tjetër. Por çfarë e bënte Ramiz Alian kaq të veçantë në sytë e Enver Hoxhës? Përse ai mbijetoi kur kaq shumë të tjerë u zhdukën në burgjet dhe kampet e punës së detyruar? Përgjigjja qëndronte në një karakteristikë që pak njerëz e kuptonin atëherë: Ramiz Alia kishte aftësinë e rrallë për të qenë gjithmonë dakord me shefin pa dukur servil, për të ofruar ide që dukeshin të tyret, por që në fakt ishin ato që Enveri donte të dëgjonte. Ai kishte mësuar artin e mbijetesës në një sistem ku një fjalë e gabuar mund të çonte në vdekje. Në vitet 50 dhe 60, ndërsa Shqipëria kalonte nga një krizë në tjetrën, nga shkëputja me Jugosllavinë të shkëputja me Bashkimin Sovjetik e më pas me Kinën, Ramiz Alia qëndronte gjithmonë pranë Enverit, duke u ngritur ngadalë por me siguri në shkallët e pushtetit. Ai u bë antar i byros politike, pastaj sekretar i Komitetit Qendror për Ideologjinë dhe Propagandën, një pozicion që i jepte kontroll mbi të gjitha mediat, mbi arsimin, mbi kulturën, mbi çdo fjalë që thuhej publikisht në Shqipëri. Ishte pikërisht në këtë rol që Ramiz Alia ndërtoi reputacionin e tij si ideologu kryesor i regjimit, si njeriu që shkruante fjalimet e mëdha, që hartonte dokumente teorike, që shpjegonte linjën e partisë me një gjuhë që dukej e sofistikuar edhe kur ishte plotësisht boshe nga përmbajtja. Ai bëhej fytyra intelektuale e një regjimi që në thelb ishte thellësisht anti-intelektual, dhe kjo ishte ironia më e madhe e karrierës së tij. Por a ishte Ramiz Alia vërtet besimtar i ideologjisë që predikonte me kaq zell? A besonte ai në socializmin që përshkruante në fjalimet e tij të gjata? Apo ishte thjesht një oportunist i shkëlqyer që kishte kuptuar se rruga drejt pushtetit kalonte nëpërmjet besnikërisë absolute ndaj Enverit, pavarësisht se çfarë kjo besnikëri kërkonte?
Kjo pyetje do të merrte përgjigje vite më vonë, kur Ramiz Alia do të tregonte një fleksibilitet ideologjik që do t'i habiste edhe kritikët e tij më të ashpër. Në vitin 1982, diçka e rëndësishme ndodhi në jetën e Ramiz Alias, diçka që do të përcaktonte fatin e tij dhe fatin e gjithë Shqipërisë. Enver Hoxha, diktatori që kishte sunduar vendin me dorë të hekur për 4 dekada, filloi të tregonte shenja të sëmundjes që do ta çonte drejt fundit. Pyetja që mundonte gjithë elitën politike shqiptare ishte e thjeshtë por jetike: kush do të ishte trashëgimtari? Shumë emra qarkullonin në korridoret e pushtetit, por Ramiz Alia kishte një avantazh që askush tjetër nuk e kishte: ai kishte besimin e plot jo vetëm të Enverit, por edhe të Nexhmie Hoxhës, gruas së diktatorit që luante një rol shumë më të madh në vendimmarrje se sa publiku e dinte. Nexhmia e shihte Ramiz Alian si një njeri të besueshëm, si dikë që do të mbrojte trashëgimin e burrit të saj pa e sfiduar autoritetin e saj personal. Kështu, kur Enver Hoxha u shua në prill të vitit 1985, Ramiz Alia u zgjodh si udhëheqës i ri i Shqipërisë, jo nëpërmjet votës popullore, jo nëpërmjet konkurrencës së hapur, por nëpërmjet një procesi të errët që u zhvillua pas dyerve të mbyllura të byros politike. Ai trashëgoi një vend të izoluar plotësisht nga bota, një ekonomi në kolaps dhe një popull që kishte filluar të humbas besimin në sistemin që ishte imponuar me dhunë për dekada. Çfarë bëri Ramiz Alia me këtë trashëgimi të helmuar? Si e menaxhoi ai kalimin nga një epokë në tjetrën? Përgjigja për këto pyetje qëndron në vitet e para të sundimit të tij, vite që do të tregonin se ai ishte një njeri shumë më kompleks se sa imazhi i tij publik sugjeronte. Në fillim, Ramiz Alia u përpoq të vazhdonte rrugën e Enverit pa ndryshime të mëdha, duke ruajtur izolimin e vendit, duke mbajtur kontrollin e plot mbi ekonominë, duke shtypur çdo shenjë të disidencës. Por bota përreth Shqipërisë po ndryshonte me shpejtësi maramendëse. Mikhail Gorbaçov kishte filluar perestrojkën në Bashkimin Sovjetik, vendet e Evropës lindore po lëkundeshin njëri pas tjetrit, dhe valët e ndryshimit po i afroheshin brigjeve të Adriatikut. Ramiz Alia e kuptoi, ndoshta më shpejt se shumë nga kolegët e tij, se Shqipëria nuk mund të qëndronte e izoluar përgjithmonë, se diçka duhej të ndryshonte nëse regjimi donte të mbijetonte. Por pyetja ishte sa të ndryshonte dhe sa shpejt, si të balanconte presionin e brendshëm dhe të jashtëm me rezistencën e forcave konservatore brenda partisë që donin të ruanin statusin quo me çdo kusht. Në fund të viteve 80, Ramiz Alia filloi të bënte lëvizje të vogla por simbolike drejt hapjes, duke lejuar një numër të kufizuar turistësh të huaj të vizitonin Shqipërinë, duke rinisur marrëdhënie diplomatike me disa vende, duke zbutur pak censurën mbi letërsinë dhe artin. Por këto ndryshime ishin shumë të vogla dhe shumë të vonuara për të kënaqur një popull që kishte filluar të shihte nëpërmjet antenave satelitore ilegale se si jetohej në anën tjetër të kufirit. Viti 1989 ishte viti i rënies së murit të Berlinit, viti kur regjimi komunist në Rumani u rrëzua në mënyrë dramatike, viti kur e gjithë Evropa lindore ndryshoi përgjithmonë. Shqiptarët shikonin këto ngjarje në televizorët jugoslav dhe italian që i kapnin fshehurazi dhe pyesnin veten pse vendi i tyre duhej të ishte i fundit që të ndryshonte. Në korrik të vitit 1990, diçka e paparë ndodhi në Tiranë, mijëra shqiptar u futën me forcë në ambasadat e huaja, duke kërkuar të largohesin nga vendi i tyre. Ishte një turp kombëtar që tronditi regjimin deri në themel, imazhi i mijëra njerëzve të dëshpëruar që donin të iknin nga parajsa socialiste që propaganda kishte përshkruar për dekada. Ramiz Alia u gjend përballë një zgjedhjeje të pamundur, të përdorte dhunën për t'i ndalur apo të pranonte se diçka kishte shkuar thellësisht gabim. Ai zgjodhi një rrugë të mesme që nuk kënaqte askënd, duke lejuar shumicën e azilkërkuesve të largoheshin, por duke u përpjekur të minimizonte dëmin në imazhin e regjimit. Por dëmi ishte bërë, bota kishte parë realitetin e Shqipërisë dhe shqiptarët kishin parë se ishte e mundur të sfidohej pushteti. Në dhjetor të vitit 1990, studentët e Universitetit të Tiranës dolën në protestë të hapur, duke kërkuar demokraci, pluralizëm politik dhe fund të monopolit të Partisë së Punës. Ishte hera e parë në historinë e Shqipërisë komuniste që dikush guxonte të sfidonte publikisht regjimin, dhe Ramiz Alia duhej të vendoste se si të reagonte. Shumë brenda partisë kërkonin shtypje të ashpër, përdorim të forcës ushtarake, arrestime masive, kthim në metodat e vjetra që kishin funksionuar për dekada. Por Ramiz Alia kishte parë se çfarë kishte ndodhur në Rumani vetëm disa ditë më parë, kishte parë se si Nicolae Ceausescu kishte përfunduar përballë tokës së ekzekutimit pasi kishte urdhëruar të qellohej mbi protestuesit.
Ai nuk donte të ndante të njëjtin fat. Në një vendim që habiti shumë, Ramiz Alia pranoi kërkesën kryesore të studentëve, duke lejuar krijimin e partive të tjera politike dhe duke premtuar zgjedhje të lira. Ishte një kapitullim i paprecedent për një regjim që kishte pretenduar se ishte shpreha më e lartë e vullnetit popullor, dhe shumë pyesnin nëse Ramiz Alia po bënte një lëvizje të sinqertë drejt demokracisë apo thjesht po përpiqej të fitonte kohë për të shpëtuar pushtetin e tij personal. Çfarë mendonte vërtet Ramiz Alia në ato ditë vendimtare? A ishte ai një reformator i vërtet që kishte kuptuar se koha e komunizmit kishte mbaruar, apo një oportunist që po përpiqej të përshtatej me rrethanat e reja? Dëshmitë që kemi sot sugjerojnë se ai ishte pak nga të dyja, një njeri që kishte jetuar gjithë jetën duke u përshtatur me rrethanat, dhe që tani po bënte përshtatjen më të madhe të karrierës së tij. Në muajt që ndoqën, Shqipëria përjetoi një transformim të shpejtë dhe kaotik, partitë e reja politike u krijuan njëra pas tjetrës, gazetat e pavarura filluan të botohen, njerëzit filluan të flisnin hapur për herë të parë në jetën e tyre. Partia Demokratike, e udhëhequr nga një kardiolog i ri me emrin Sali Berisha, u bë shpejt forca kryesore e opozitës, duke tërhequr mijëra anëtarë që donin ndryshim rrënjësor. Ramiz Alia ndoqi këto zhvillime me një përzierje të frikës dhe shpresës, frikës se mund të humbas gjithçka që kishte ndërtuar në dekada punë, dhe shpresës se mund të gjente një mënyrë për të mbijetuar në sistemin e ri. Ai e paraqiste veten si njeri i tranzicionit, si ura midis së shkuarës dhe së ardhmes, si garancia se ndryshimi do të bëhej pa dhunë dhe pa kaos. Por a e besonin shqiptarët këtë imazh që Ramiz Alia përpiqej të projektonte? Zgjedhjet e para pluraliste të 31 të marsit të vitit 1991 do të jepnin një përgjigje, por jo përgjigjen që Ramiz Alia priste. Ato zgjedhje, të para të lira në historinë e Shqipërisë, u fituan nga Partia e Punës, tani e emëruar si Partia Socialiste, me një shumicë të qartë. Por fitoria ishte më pak bindëse se sa numrat sugjeronin, ishte kryesisht rezultat i votës fshatare nga zona ku kontrolli i partisë ishte ende i fortë dhe ku njerëzit kishin frikë nga ndryshimi. Në qytete, sidomos në Tiranë, opozita kishte fituar me diferencë të madhe, duke treguar se një pjesë e madhe e popullsisë donte ndryshim të vërtetë. Qeveria e re, e udhëhequr nga socialistët por me Ramiz Alian ende si president, u gjend shpejt e paaftë për të menaxhuar krizën ekonomike që po thellohej çdo ditë. Fabrikat po mbylleshin, inflacioni po rritej, njerëzit po largoheshin me mijëra drejt Greqisë dhe Italisë, dhe pakënaqësia popullore po rritej me shpejtësi alarmante. Greva e përgjithshme e qershorit të vitit 1991 e detyroi qeverinë të jepte dorëheqjen, duke hapur rrugën për një qeveri koalicioni dhe për zgjedhje të reja. Zgjedhjet e 27 marsit të vitit 1992 do të ishin testi i vërtet për Ramiz Alian dhe për të gjithë klasën politike të vjetër komuniste. Kësaj here nuk kishte më frikë të fshehtë, nuk kishte më kontroll mbi median, nuk kishte më avantazhin e organizatës partijake në fshat. Ishte një garë e vërtet dhe Ramiz Alia duhej të fitonte jo vetëm si lider i partisë, por edhe personalisht në zonën ku kandidonte. Por kush ishte kundërshtari që fati ja kishte vënë përballë në zonën zgjedhore të Tiranës? Kush ishte ky njeri i panjohur që do të bëhej simboli i ndryshimit dhe i fundit të një epoke? Emri i tij ishte Franco Croci dhe historia e tij ishte aq e ndryshme nga ajo e Ramiz Alias sa që dukej si një trillim letrar. Ai ishte një inxhinier i thjeshtë që kishte punuar gjithë jetën në sektorin industrial, larg dritave të politikës dhe korridoreve të pushtetit. Nuk kishte qenë kurrë anëtar i lartë i partisë, nuk kishte shkruar fjalime ideologjike, nuk kishte udhëhequr organizata rinore apo institucione kulturore. Ishte thjesht një njeri i zakonshëm që kishte vendosur të kandidonte sepse besonte se koha e njerëzve si Ramiz Alia kishte mbaruar. Si arriti një inxhinier i panjohur të sfidonte njeriun që kishte qenë numri 2 i Shqipërisë për dekada, njeriun që kishte sunduar vendin për 7 vjet si president? Çfarë e bëri Franco Crocin kandidatin e duhur në momentin e duhur? Fushata zgjedhore e vitit 1992 ishte diçka që Shqipëria nuk e kishte parë kurrë më parë, mitingje të mëdha ku njerëzit brohorisnin lirisht, debate të ashpra në media, premtime dhe akuza që fluturonin nga të gjitha anët. Partia Demokratike kishte ndërtuar një fushat të organizuar mirë, me mesazhe të qarta dhe me kandidatë që përfaqësonin ndryshimin që shumica e shqiptarëve donin. Ramiz Alia, nga ana tjetër, u gjend në një pozitë të vështirë, si të mbrojte një të kaluar që shumica e njerëzve donin ta harronin, si të premtonte një të ardhme të ndryshme kur ai vetë kishte qenë pjesë e problemit për kaq shumë kohë.
Ai u përpoq të paraqitej si njeri I moderuar, si dikush që kishte mundësuar tranzicionin paqësor, si garanci kundër ekstremizmit. Por mesazhi I tij nuk po arrinte tek elektorati që donte më shumë se fjalë, që donte ndryshim të vërtetë dhe të prekshëm. Në zonën zgjedhore të Tiranës ku kandidonte Ramiz Alia, atmosfera ishte veçanërisht e ngarkuar, njerëzit kishin dalë nga frika, kishin filluar të flisnin hapur për vuajtjet e së kaluarës, për të afërmit që kishin humbur në burgje dhe kampe, për vitet e gjata të privimit dhe izolimit. Për ta, Ramiz Alia nuk ishte thjesht një kandidat, ishte përfaqësuesi I një sistemi që u kishte shkaktuar kaq shumë dhimbje. Franco Croci e kuptoi këtë sentiment dhe e përdori me zgjuarsi në fushatën e tij. Ai nuk premtoi mrekulli ekonomike apo zgjidhje të shpejta, por premtoi diçka më të thjeshtë dhe më të fuqishme, premtoi se do të dëgjonte njerëzit, se do t'i përfaqësonte me ndershmëri, se nuk do të ishte kurrë pjesë e asaj klase politike që kishte sunduar me arrogancë për dekada. Ishte një mesazh I thjeshtë, por që resononte thellë me votuesit që donin të shihnin fytyra të reja në politikë. Dita e zgjedhjeve, 22 marsi I vitit 1992, agoi e ftohtë por e qartë mbi Tiranë. Radhët e gjata u formuan para qendrave të votimit që nga orët e para të mëngjesit, njerëz të gjitha moshave dhe profileve, të vendosur të ushtronin të drejtën e votës që u ishte mohuar për kaq gjatë. Ishte një spektakël I demokracisë që askush nuk e kishte parë në Shqipëri për më shumë se gjysmë shekulli. Ramiz Alia votoi në njërin nga qendrat e Tiranës, I shoqëruar nga truprojat dhe gazetarët, duke u përpjekur të dukej I sigurt dhe I qetë përpara kamerave. Por ata që e njihnin mirë thonin se në sytë e tij dukej diçka e re, një pasiguri që nuk e kishin parë kurrë më parë tek ky njeri që kishte mësuar të fshihte emocionet e tij gjatë dekadave në politikë. Numërimi I votave filloi natën e 27 marsit dhe vazhdoi deri në orët e para të mëngjesit. Rezultatet filluan të vinin ngadalë, por tendenca ishte e qartë që nga fillimi, Partia Demokratike po fitonte me diferencë të madhe në të gjithë vendin, dhe sidomos në Tiranë rezultatet ishin katastrofike për socialistët. Por rezultati që tronditi më shumë ishte ai nga zona zgjedhore ku kishte kandiduar vetë Ramiz Alia. Kur numrat u shpallën zyrtarisht, një heshtje e çuditshme ra mbi selinë e Partisë Socialiste. Ramiz Alia kishte humbur, jo thjesht kishte humbur, por kishte pësuar një disfat të turpshme. 61% e votuesve kishin votuar kundër tij, duke zgjedhur Franco Crocin si përfaqësuesin e tyre në parlamentin e ri. Si reagoi Ramiz Alia kur mësoi këtë rezultat? Çfarë ndodhi në ato orë të errëta pas shpalljes së humbjes? Dëshmitarë që ishin prezent thonë se ai qëndroi I heshtur për një kohë të gjatë, duke parë numrat në ekran sikur nuk mund t'i besonte syve të vet për një njeri që kishte kaluar gjithë jetën duke fituar, duke u ngjitur, duke mbijetuar kur të tjerët binin. Ky ishte momenti I parë I disfatës së vërtetë. Por çfarë domethënie kishte kjo humbje përtej numrave të thatë? Pse ishte aq simbolike që Ramiz Alia të humbte pikërisht në Tiranë, pikërisht ndaj një inxhinieri të panjohur? Përgjigjja qëndron në atë që kjo humbje përfaqësonte për shqiptarët dhe për historinë. Ishte prova përfundimtare se epoka e vjetër kishte mbaruar vërtet, se njerëzit nuk kishin më frikë nga ata që I kishin sunduar, se vota e tyre kishte fuqi të vërtetë. Kur Ramiz Alia humbi në bastionin e tij personal, simbolika ishte e papërballueshme, asnjëriu më I fuqishëm I regjimit të vjetër nuk mund t'i shpëtonte gjykimit të popullit. Për Franco Crocin, fitoria ishte aq e papritur sa që edhe ai vetë duke I habitur. Nga një inxhinier I panjohur që pak muaj më parë nuk e kishte imagjinuar kurrë veten në politikë, ai u bë simboli I triumfit të njeriut të thjeshtë mbi pushtetin e korruptuar. Ishte një histori që dukej si e dal nga një libër, Davidi që mundi Goliatin, njeriu I zakonshëm që rrëzoi diktatorin. Por përtej simbolikës, çfarë ndodhi me Ramiz Alian pas kësaj humbjeje? Si e menaxhoi ai rënien nga lartësitë e pushtetit në humnerën e disfatës politike? Në ditët pas zgjedhjeve, ndërsa Partia Demokratike festonte fitoren e madhe dhe përgatitej të merrte pushtetin, Ramiz Alia u gjend në një situatë që nuk e kishte përjetuar kurrë më parë në jetën e tij. Ishte jashtë pushtetit, pa postin e presidentit që e kishte mbrojtur për 7 vjet, pa influencën që I jepte pozita e lartë partijake. Për herë të parë që nga rinja e tij partizane, ai ishte thjesht një qytetar I zakonshëm, madje një qytetar që kishte humbur besimin e bashkëqytetarëve të vet. Tranzicioni I pushtetit u bë në prill të vitit 1992, kur Sali Berisha u zgjodh si president I ri I Shqipërisë nga parlamenti ku Partia Demokratike kishte shumicën. Ishte një moment historik, fundi zyrtar I epokës komuniste dhe fillimi I një kapitulli të ri.
Por për Ramiz Alian ishte më shumë se një ndryshim politik, ishte fundi i botës që ai kishte njohur dhe në të cilën kishte jetuar gjithë jetën e vet. Çfarë bëri Ramiz Alia pas daljes nga pushteti? Si e kaloi kohën ky njeri që kishte qenë mësuar të jetonte në qendër të ngjarjeve, të merrte vendime që preknin miliona njerëz, të ishte gjithmonë në qendër të vëmendjes? Ai u tërhoq në heshtje relative, duke u përpjekur të shkruante kujtimet e tij dhe të shpjegonte versionin e vet të historisë. Por heshtja nuk do të zgjaste shumë, sepse pushteti i ri kishte pyetje për krimet e regjimit të vjetër, për përgjegjësitë individuale, për fatin e atyre që kishin vuajtur në burgje dhe kampe gjatë dekadave të komunizmit. Në vitin 1994, Ramiz Alia u arrestua me akuza për krime kundër njerëzimit dhe shkelje të drejtave të njerëzit gjatë kohës që kishte qenë në pushtet. Ishte një rënje spektakulare nga presidenti i vendit në të burgosur, nga sundimtari në të akuzuar. Por procesi gjyqësor do të ishte i komplikuar dhe i diskutueshëm, me akuza dhe mbrojtje që ndërhynin, me dëshmitar që flisnin ose heshtnin, me pyetje që qëndronin pa përgjigje. A ishte Ramiz Alia vërtet përgjegjës për krimet e regjimit komunist? Sa dinte ai për persekutimin e disidentëve, për torturat në burgje, për ekzekutimet pa gjyq? Apo ishte ai thjesht një funksionar i lartë që kishte ekzekutuar urdhra që vinin nga lart? Këto pyetje do të debatoheshin për vite dhe përgjigjet do të mbeteshin të paqarta edhe sot. Procesi gjyqësor përfundoi me një dënim, por Ramiz Alia u lirua relativisht shpejt për arsye shëndetësore dhe juridike që mbeten të diskutueshme. Ai jetoi vitet e fundit të jetës së tij në një lloj limbo, as i rehabilituar plotësisht, as i dënuar përfundimisht, një figurë së kaluarës që bota e re nuk dinte si ta trajtonte. Por kthehemi tek ajo pyetja themelore që e filloi këtë histori, si ishte e mundur që Ramiz Alia, njeriu që kishte sunduar Shqipërinë, të humbte aq rënd në zgjedhje ndaj një inxhinieri të panjohur? Përgjigjja qëndron në natyrën e vet pushtetit autoritar dhe në iluzionet që ai krijon. Për dekada, Ramiz Alia dhe njerëzit si ai kishin jetuar në një botë ku pushteti dukej absolut dhe i përjetshëm, ku nuk kishte kundërshtim real, ku çdo zgjedhje ishte e paracaktuar dhe çdo rezultat ishte i garantuar. Ata kishin harruar, ose ndoshta nuk e kishin kuptuar kurrë, se pushteti i vërtet vjen nga poshtë, nga njerëzit, dhe se kur njerëzit vendosin të flasin, asnjë forcë nuk mund t'i ndalojë. Ramiz Alia e kishte nënvlerësuar thellësisht pakënaqësinë popullore dhe dëshirën e shqiptarëve për ndryshim. Ai kishte besuar se roli i tij në mundësimin e tranzicionit paqësor do t'i fitonte respektin e votuesve, se ata do ta shihnin si njeriun e moderuar që kishte shpëtuar vendin nga kaosi. Por votuesit shihnin diçka tjetër, shihnin përfaqësuesin e një sistemi që u kishte shkaktuar vuajtje të patregueshme dhe donin t'i thonin jo me votën e tyre. Franco Croci, nga ana tjetër, përfaqësonte pikërisht atë që votuesit donin, një fillim të ri, një fytyrë të re, dikë që nuk kishte lidhje me të kaluarën e errët. Ishte gati e parëndësishme se cilat ishin idetë apo programi i tij specifik, ajo që kishte rëndësi ishte se ai nuk ishte Ramiz Alia, nuk ishte pjesë e asaj bote që po mbaronte. Kjo humbje mëson diçka të rëndësishme për natyrën e politikës dhe të ndryshimit, mëson se edhe njerëzit më të fuqishëm mund të bien kur koha e tyre ka mbaruar, se edhe karrierat më të gjata mund të përfundojnë me turp, se edhe zgjuarësia politike më e rafinuar nuk mund të shpëtojë dikë nga gjykimi i historisë. Por a e mësoi Ramiz Alia këtë mësim? A e kuptoi ai pse kishte humbur dhe çfarë kishte shkuar gabim? Në shkrimet dhe intervistat e tij të mëvonshme, Ramiz Alia shpesh e shfaqsonte veten duke thënë se kishte bërë atë që kishte mundur në rrethanat e kohës, se kishte qenë i kufizuar nga forcat konservatore brenda partisë, se kishte mundësuar tranzicionin paqësor kur alternativa mund të kishte qenë dhun dhe kaos. Por rrallë pranonte përgjegjësi personale për krimet e regjimit, rrallë i kërkonte falje atyre që kishin vuajtur, rrallë tregonte një vetdije të vërtetë për atë që kishte bërë dhe nuk kishte bërë. Kjo mungesë vetdijeje ishte ndoshta arsyeja pse humbja e tij në zgjedhje ishte aq e plotë dhe aq simbolike. Votuesit e ndjenin se Ramiz Alia nuk kishte ndryshuar vërtet, se ai ishte ende i njëjti njeri që kishte shkruar fjalimet e mëdha ideologjike, që kishte mbrojtur sistemin e represionit, që kishte jetuar në komfort ndërsa të tjerët vuanin. Dhe ata vendosën t'ia tregonin me votën e tyre se çfarë mendonin për të. Në një kuptim të thellë, humbja e Ramiz Alias ndaj Franco Crocit ishte më shumë se një rezultat zgjedhor, ishte një verdikt historik, një gjykim popullor mbi të gjithë epokën komuniste dhe mbi njerëzit që e kishin përfaqësuar. Ishte momenti kur shqiptarët thanë mjaft, kur ata morën në dorë fatin e vet dhe vendosën të ecnin drejt një të ardhme të ndryshme.
Çfarë mësimesh mund të nxjerrim nga kjo histori sot, dekada pas atyre ngjarjeve? Si na ndihmon të kuptojmë të tashmen dhe të ardhmen? Mësimi i parë është se pushteti, sado i madh të duket, nuk është kurrë i përjetshëm. Ramiz Alia kishte jetuar gjithë jetën në një sistem ku pushteti dukej absolut, ku ndryshimi dukej i pamundur, ku kundërshtimi dukej vetvrasje politike. Por kur kushtet ndryshuan, kur njerëzit humbën frikën, e gjithë ajo strukturë e fuqishme u shemb si një kështjell prej rëre. Mësimi i dytë është se historia gjykon, edhe kur gjykatat njerëzore dështojnë. Ramiz Alia mund të ketë shpëtuar nga një dënim i plot juridik, por nuk shpëtoi nga gjykimi i votuesve dhe i historisë. Ata 61% që votuan kundër tij ishin gjykatësit e vërtet, dhe verdikti i tyre ishte i qartë dhe i pakthyeshëm. Mësimi i tretë është se njerëzit e zakonshëm mund të bëjnë ndryshime të jashtëzakonshme kur vendosin të veprojnë. Franco Croci nuk ishte as hero, as revolucionar, as lider karizmatik. Ishte thjesht një njeri i zakonshëm që vendosi të kandidonte sepse besonte se mund të bënte diçka. Dhe fitoria e tij mbi Ramiz Alian tregoi se ndryshimi i vërtet vjen shpesh nga ata që nuk i presim, nga njerëzit që nuk kanë emër të madh por kanë zemër të madhe. Por historia nuk mbaron me fitoret dhe humbjet e një zgjedhjeje të vetme. Shqipëria pas vitit 1992 përjetoi shumë trazira të tjera, shumë kriza dhe konflikte, shumë zhgënjime dhe shpresa të reja. Rruga drejt demokracisë së vërtet doli të ishte shumë më e gjatë dhe më e vështirë se sa shumë kush kishte imagjinuar në ato ditë euforie të pranverës së vitit 1992. Ramiz Alia jetoi deri në vitin 2011, duke parë nga larg si Shqipëria kalonte nëpër krizën e vitit 1997, si vendi hynte në NATO, si fillonin negociatat për Bashkimin Evropian. Ai pa se si historia e shkruante dhe e rishkruante të kaluarën, si figurat e komunizmit vlerësoheshin dhe rivlerësoheshin, si disa rehabilitoheshin dhe të tjerë harroheshin. Por për shumë kënd, Ramiz Alia do të mbetet gjithmonë njeriu që humbi ndaj një inxhinieri të panjohur, njeriu që u turpërua publikisht në zgjedhjet që duhej të kishin qenë kulmi i karrierës së tij reformatore. Ishte një ironi e hidhur për dikë që kishte ndërtuar gjithë jetën duke shmangur humbjen dhe turpin. Arkivat e asaj kohe ruajnë ende shumë sekrete që nuk janë zbuluar plotësisht. Dokumentet e sigurimit të shtetit, shërbimi sekret i regjimit komunist, përmbajnë informacione që do të ndryshonin shumë nga ajo që dim për Ramiz Alian dhe për njerëzit e tjerë të asaj epoke. Por qasja në këto arkiva mbetet e kufizuar dhe shumë dokumente thuhet se janë zhdukur ose shkatëruar në ditët kaotike të tranzicionit. Çfarë fshinin ato dokumente të zhdukura? Çfarë dinin ata që i zhdukën? Dhe pse ishin aq të interesuar të siguroheshin që disa të vërteta të mos dinin kurrë dritën e botimit? Këto pyetje mbeten pa përgjigje edhe sot, 33 vjet pas atyre zgjedhjeve historike. Por ndoshta kjo është pjesë e mësimit që ajo kohë na la, se historia nuk është kurrë e plot, se gjithmonë ka më shumë për të zbuluar, se e vërteta del ngadalë dhe shpesh jo plotësisht. Humbja e Ramiz Alias ndaj Franco Crocit mbetet një nga momentet më simbolike të tranzicionit shqiptar, një moment që përmbledh në vete fundin e një epoke dhe fillimin e një tjetri. Ishte momenti kur fuqia e votës u tregua më e madhe se fuqia e pushtetit, kur njeriu i zakonshëm triumfoi mbi sundimtarin, kur historia mori një kthes që askush nuk do ta harronte. Por si e kujtojmë ne sot këtë histori? Si e vlerësojmë atë që ndodhi dhe njerëzit që e bën të ndodhte? Për disa, Ramiz Alia ishte një diktator që meritoi humbjen dhe turpin që pësoi, dikush që duhej të ishte ndëshkuar shumë më ashpër për rolin e tij në regjimin represiv. Për të tjerë, ai ishte një njeri i kohës së vet që bëri atë që mundej në rrethanat e vështira, dikush që mundsoi tranzicionin paqësor kur alternativa mund të kishte qenë dhunë. E vërteta, si gjithmonë, ndodhet diku në mes, në atë zonë gri ku historia nguron të japë verdikten e fundit. Franco Croci, nga ana tjetër, mbetet një figurë e harruar në masë të madhe, dikush që fitoria e tij simbolike nuk u pasua nga një karrierë të gjatë politike apo nga arritje të mëdha. Ai ishte thjesht njeriu i duhur në momentin e duhur, dhe ndoshta kjo ishte e mjaftueshme. Nuk është gjithmonë e nevojshme të jesh hero për të bërë ndryshim, mjafton të jesh njeri i zakonshëm që guxon të ngrihet kur të tjerët hezitojnë. Kur shohim sot fotot dhe pamjet e asaj kohe, kur lexojmë gazetat e asaj pranvere të largët, nuk mund të mos ndjejmë se diçka e madhe po ndodhte, se historia po shkruhej përpara syve të njerëzve që jetonin atë moment. Ishte një kohë shprese dhe pasigurie, gëzimi dhe frike, fitoreje dhe humbjeje.
Ishte koha kur Shqipëria vendosi të ndryshonte dhe asgjë nuk do të ishte më njëlloj. Ramiz Alia, njeriu që kishte parë dhe bërë kaq shumë në jetën e tij të gjatë, nuk arriti kur të kuptonte plotësisht pse kishte humbur aq keq. Ai vazhdoi të besonte se kishte qenë viktime e rrethanave, e padrejtësisë, e një elektorati që nuk e vlerësonte sakrifikën e tij. Por ndoshta problemi ishte pikërisht aty, në paftësinë e tij për të parë veten ashtu si e shihnin të tjerët, si përfaqësues të një sistemi të urryer që duhej të zëvendësohej plotësisht. 61% e votuesve në zonën e tij zgjedhore e pan këtë të vërtet qartë dhe e shprehen me votën e tyre. Ata nuk donin Ramiz Alian si përfaqësuesin e tyre, nuk donin njeriun e sistemit të vjetër, nuk donin dikë që u kujtonte vitet e errëta që sapo kishin mbaruar. Donin dikë tjetër, dikë të ri, dikë që nuk kishte lidhje me të kaluarën. Dhe kështu, në 22 mars të vitit 1992, një inxhinier i panjohur me emrin Franco Croci mundi ish presidentin e Shqipërisë me një diferencë prej 61% kundër 39%. Ishte humbja më turpëruese në historinë politike të Ramiz Alias dhe ndoshta momenti që e përcaktoi më shumë se çdo arritje tjetër e karrierës së tij të gjallë. Si e mbante mend Ramiz Al, por heshtja e tij fliste më shumë se çdo fjalë, ishte heshtja e dikujt që kishte humbur jo vetëm një zgjedhje, por gjithë botën që kishte njohur. Kjo është historia e humbjes së turpshme të Ramiz Alias, historia e momentit kur pushteti ul përpara vullnetit popullor, kur diktatori u mund nga njeriu i zakonshëm, kur e kaluara u detyrua të jepte vendin e saj për të ardhmen. Është një histori që na mëson shumë për natyrën e pushtetit dhe të ndryshimit, për iluzionet që krijojmë dhe të vërtetat që zbulojmë. Por mbi të gjitha, është historia e 61%, numri që përcaktoi fatin e një njeriu dhe simbolizoi fundin e një epoke. Një numër i thjeshtë që fliste më shumë se mijëra fjalë, që tronditi më shumë se çdo revolucion i dhunshëm, që ndryshoi më shumë se çdo dekret apo ligj. 61%. Ky ishte mesazhi që shqiptarët i dërguan Ramiz Alias dhe ai e mori shumë qartë. Koha e tij kishte mbaruar dhe asnjë gjë nuk mund ta kthente mbrapsht në arkivat e sigurimit të shtetit, të ruajtura në kushte të vështira në bodrumet e ndërtesave të vjetra të Tiranës. Ekzistojnë dosje që ende sot mbeten të klasifikuara. Dosje që përmbajnë informacione për marrëdhëniet e brendshme të elitës komuniste që do të trondisnin opinionin publik nëse do të bëheshin të njohura. Njëra nga këto dosje, me kodin e veçantë që tregonte rëndësinë e saj të lartë, përmbante korrespondencën private midis Ramiz Alias dhe anëtarëve të tjerë të byros politike në muajt para zgjedhjeve të vitit 1992, korrespondencë që zbulonte një njeri shumë të ndryshëm nga imazhi publik që ai kishte ndërtuar me kujdes gjatë dekadave. Në këto letra dhe shënime, Ramiz Alia shfaqej jo si reformatori i moderuar që pretendonte të ishte, por si dikush që ishte thellësisht i shqetësuar për fatin e tij personal dhe që ishte i gatshëm të bënte çdo kompromis për të ruajtur pozitën e tij. Çfarë tjetër fshinin këto dosje që askush nuk guxonte t'i hapte plotësisht? Pse edhe sot, dekada pas rënies së komunizmit, disa dokumente mbeten të paarritshme për studiuesit dhe gazetarët? Për të kuptuar plotësisht pse Ramiz Alia humbi aq rënd në zgjedhjet e marsit të vitit 1992, duhet të kthehemi pak mbrapsht dhe të shqyrtojmë se si ai e kishte menaxhuar periudhën e tranzicionit dhe çfarë gabimesh kishte bërë që e kishin larguar nga zemrat e shqiptarëve. Në vitet 1990 dhe 1991, ndërsa vendi kalonte nëpër trazira të mëdha sociale dhe ekonomike, Ramiz Alia kishte luajtur një lojë të dy fish që shumë shqiptarë e kishin vënë re dhe nuk e kishin harruar. Nga njëra anë, ai paraqitej si reformator që po hapte vendin drejt demokracisë, duke folur për pluralizëm dhe të drejtat e njerëzit në fjalimet e tij publike. Por nga ana tjetër, ai vazhdonte të mbrojte interesat e klasës së vjetër politike, duke u përpjekur të siguronte që tranzicioni të mos shkonte shumë larg dhe që njerëzit e regjimit të vjetër të mos përgjigjeshin për krimet e së kaluarës. Kjo lojë e dy fish ishte bërë veçanërisht e dukshme gjatë ngjarjeve të dhunshme të shkurtit të vitit 1991, kur protestuesit kishin rrëzuar statujen e Enver Hoxhës në sheshin qendror të Tiranës. Ramiz Alia kishte reaguar me një deklaratë që kishte tërbuar shumë shqiptar, duke e quajtur rrëzimin e statujes një akt vandalizmi dhe duke mbrojtur kujtimin e diktatorit që kishte sunduar vendin me terror për 4 dekada. Për shumë njerëz, kjo deklaratë kishte zbuluar fytyrën e vërtetë të Ramiz Alias, kishte treguar se ai ende ishte besnik ndaj sistemit të vjetër dhe se reformizmi i tij ishte vetëm një maskë për të shpëtuar veten dhe shokët e tij.
Një tjetër moment që kishte dëmtuar rënd imazhin e Ramiz Alias ishte trajtimi i çështjes së pronave të konfiskuara gjatë komunizmit. Mijëra familje shqiptare kishin humbur shtëpitë, tokat dhe bizneset e tyre gjatë kolektivizimit të detyruar dhe tani kërkonin t'i merrnin mbrapsht. Por Ramiz Alia dhe qeveria e tij kishin tërhequr këmbët në këtë çështje, duke u frikësuar se kthimi i pronave do të preknte interesat e shumë funksionarëve të partisë që kishin përfituar nga konfiskimet. Kjo ngurrim kishte krijuar një ndjenjë të thellë padrejtësie tek ata që kishin vuajtur dhe shumë prej tyre e shihnin Ramiz Alian si mbrojtësin e atyre që u kishin vjedhur gjithçka. Por ndoshta gabimi më i madh i Ramiz Alias ishte se ai kishte nënvlerësuar thellësinë e urrëties që shqiptarët ndjenin ndaj sistemit të vjetër dhe ndaj gjithkujt që e përfaqësonte atë sistem. Ai kishte besuar se roli i tij në mundësimin e tranzicionit paqësor do t'i fitonte mirënjohjen e popullit, se njerëzit do ta shihnin si shpëtimtarin që i kishte çliruar nga diktatura pa gjakderdhje. Por shqiptarët shihnin diçka tjetër, shihnin njeriun që kishte qenë dorë e djathtë e Enver Hoxhës për dekada, që kishte shkruar fjalimet që justifikonin represionin, që kishte jetuar në luks ndërsa ata vuanin në varfëri. Në fushatën zgjedhore të vitit 1992, këto ndjenja dolën në sipërfaqe me një forcë që befasoi edhe vëzhguesit më të vëmendshëm. Mitingjet e opozitës tërhiqnin turma të mëdha që brohorisnin kundër Ramiz Alias dhe kundër gjithçkaje që ai përfaqësonte. Njerëzit flisnin hapur për vuajtjet e tyre dhe të familjeve të tyre, për të afërmit që kishin humbur në burgje, për vitet e gjata të frikës dhe heshtjes së detyruar. Ishte si një shpërthim i një vulkani që kishte qenë në presion për dekada, dhe Ramiz Alia ishte në qendër të këtij shpërthimi. Partia Demokratike, e udhëhequr nga Sali Berisha, e kishte kuptuar mirë këtë sentiment dhe e kishte përdorur me efektivitet në fushatën e saj. Mesazhi i tyre ishte i thjeshtë dhe i fuqishëm, ishte koha për të larguar përfundimisht njerëzit e sistemit të vjetër dhe për të filluar nga e para me fytyra të reja që nuk kishin lidhje me të kaluarën e errët. Ky mesazh resononte thellë me shumicën e votuesve, sidomos në qytete ku njerëzit ishin më të informuar dhe më pak të frikësuar. Ramiz Alia, nga ana tjetër, nuk kishte një mesazh bindës për të ofruar. Ai nuk mund të premtonte ndryshim rrënjësor sepse ai vetë ishte pjesë e sistemit që duhej ndryshuar. Ai nuk mund të distancohej plotësisht nga e kaluara sepse e kaluara ishte gjithë jeta e tij. Dhe ai nuk mund të ofronte një vizion të ri për të ardhmen sepse mendja e tij ishte formuar në botën e vjetër që po shembej. Ishte një pozitë e pamundur dhe rezultati ishte i pashmangshëm. Por le të kthehemi tek ajo ditë fatale e 22 marsit të vitit 1992 dhe të shqyrtojmë më nga afër se çfarë ndodhi në zonën zgjedhore ku kandidonte Ramiz Alia. Kjo zonë përfshinte disa lagje të Tiranës, lagje ku jetonin kryesisht njerëz të arsimuar, profesionistë, intelektual, njerëz që kishin qenë më të ekspozuar ndaj informacionit nga jashtë dhe që kishin një vetdije më të lartë politike. Ishte ndoshta zona më e vështirë ku mund të kandidonte dikush si Ramiz Alia, dhe fakti që ai kishte zgjedhur pikërisht këtë zonë tregonte ose besim të tepruar në veten e tij ose një keqkuptim të thellë të realitetit politik. Franco Croci, kundërshtari i tij, ishte një figurë plotësisht e ndryshme. Si inxhinier që kishte punuar gjithë jetën larg politikës, ai përfaqësonte pikërisht atë që votuesit e kësaj zone donin, dikë të pastër nga njollat e së kaluarës, dikë që mund të fillonte nga e para pa barën e historisë mbi supe. Ai nuk kishte retorikën e shkëlqyer të Ramiz Alias, nuk kishte përvojën e gjatë politike, nuk kishte rrjetin e lidhjeve dhe influencës. Por kishte diçka që Ramiz Alia nuk e kishte dhe nuk mund ta kishte kurrë, kishte besueshmërinë e njeriut të zakonshëm që nuk kishte qenë pjesë e sistemit të shtypjes. Fushata e Franco Crocit në atë zonë zgjedhore ishte e thjeshtë por efektive. Ai takonte njerëzit në shtëpitë e tyre, dëgjonte ankesat e tyre, premtonte se do t'i përfaqësonte me ndershmëri në parlamentin e ri. Nuk bënte premtime të mëdha që dinte se nuk mund t'i mbante, nuk përdorte retorikë të fryrë që njerëzit e kishin dëgjuar për dekada nga goja e propagandës komuniste. Ishte një qasje e re që shqiptarët nuk e kishin parë kurrë, dhe ata e vlerësuan. Ramiz Alia, nga ana tjetër, bëri fushat në mënyrën e vjetër që njihte, me fjalime të gjata plot me premtime abstrakte, me takime të organizuara ku njerëzit duhej të duartrokisnin në momentet e duhura, me një distancë midis kandidatit dhe votuesve që kujtonte kohët e vjetra. Edhe kur përpiqej të dukej i afërt dhe i thjeshtë, diçka në mënyrën e tij të folurit dhe të sjelljes tradhtonte njeriun e pushtetit që kishte qenë gjithmonë.
Një moment veçanërisht zbulues ndodhi gjatë një takimi elektoral ku një grua e moshuar e pyeti Ramiz Alian drejt për drejt për fatin e djalit të saj që kishte zhdukur në burgjet e regjimit dekada më parë. Ramiz Alia, i kapur në befasi nga kjo pyetje e drejt për drejt, u përgjigj me fjalë të përgjithshme për nevojën e pajtimit kombëtar dhe për të parë përpara në vend të parit mbrapsht. Por gruaja nuk u kënaq me këtë përgjigje dhe vazhdoi të kërkonte një shpjegim konkret, duke krijuar një moment tensioni që u transmetua në televizion dhe që shumë shqiptarë e panë dhe e mbajtën mend. Ky moment ishte simbolik për gjithë problemin e Ramiz Alias, ai nuk kishte përgjigje për pyetjet e vështira që shqiptarët donin t'i bënin, nuk kishte shpjegim për krimet e së kaluarës, nuk kishte fjalë që mund të qetësonin dhimbjen e atyre që kishin humbur të dashurit e tyre. Gjithçka që kishte ishin frazat e zbrazta që kishte mësuar të thoshte gjatë dekadave në politik, fraza që nuk bindnin më askën. Nata e 27 marsit, kur rezultatet filluan të vinin, atmosfera në selinë e Partisë Socialiste ishte e rëndë dhe e tensionuar. Ramiz Alia kishte ardhur atje me shpresën se do të festonte një fitore që do të legjitimonte rolin e tij si udhëheqës i tranzicionit. Por numrat që shfaqeshin në ekranet e televizorëve tregonin një realitet krejt të ndryshëm. Partia Demokratike po fitonte me diferencë të madhe në të gjithë vendin dhe në Tiranë rezultatet ishin veçanërisht katastrofike për socialistët. Kur erdhi rezultati nga zona e tij zgjedhore, Ramiz Alia u gjend përballë një realiteti që nuk e kishte imagjinuar kurrë në skenarët e tij më pesimist. 61% e votuesve kishin votuar për Franco Crocin, vetëm 39% kishin votuar për të. Ishte një disfat e plot dhe e turpshme, një refuzim publik që nuk linte vend për asnjë interpretim tjetër. Njerëzit e zonës së tij kishin thënë jo me zë të lartë dhe të qartë. Dëshmitarët që ishin prezent në selinë e partisë atë natë thonë se Ramiz Alia u zbeh kur pa numrat, se fytyra e tij humbi çdo shprehje dhe se ai qëndroi i palvizshëm për disa minuta sikur nuk mund të procesonte atë që kishte ndodhur. Për një njeri që kishte kaluar gjithë jetën duke fituar, duke u ngjitur, duke mbijetuar kur të tjerët binin, ky ishte momenti i parë i disfatës së vërtetë dhe të pakthyeshme. Por çfarë po ndodhte në mendjen e Ramiz Alias në ato momente? Çfarë mendimesh po kalonin nëpër kokën e njeriut që kishte parë dhe bërë kaq shumë në jetën e tij të gjatë? Ne nuk mund ta dimë me siguri, por mund të imagjinojmë se ai po përballej me një krizë ekzistenciale që shkonte përtej humbjes së thjesht politike. Gjithë jeta e tij kishte qenë ndërtuar mbi besimin se ai ishte në anën e duhur të historisë, se sistemi që kishte shërbyer ishte i drejtë dhe i domosdoshëm, se populli e donte dhe e respektonte udhëheqjen e partisë. Tani, në atë natë të ftohtë marsi, të gjitha këto iluzione po shembeshin njëra pas tjetrës. 61%. Ky numër do ta përndjekte Ramiz Alian për pjesën e mbetur të jetës së tij. Ishte numri që tregonte se sa thellë kishte shkuar refuzimi, sa shumë njerëz kishin vendosur se nuk e donin më. Nuk ishte një humbje e ngushtë që mund të shpjegohej me faktor të rastësishëm, ishte një disfat e plotë që fliste për një refuzim themelor dhe të pakthyeshëm. Në ditët që ndoqën zgjedhjet, ndërsa Partia Demokratike përgatitej të merrte pushtetin, Ramiz Alia u tërhoq nga jeta publike në një mënyrë që ishte e pazakontë për dikë që kishte qenë gjithmonë në qendër të ngjarjeve. Ai nuk dha intervista, nuk bëri deklarata publike, nuk u përpoq të shpjegonte apo të justifikonte humbjen e tij. Ishte si të kishte pranuar se nuk kishte më asgjë për të thënë, se koha e tij kishte mbaruar vërtet. Por heshtja e tij nuk zgjati shumë, sepse historia nuk kishte mbaruar me të. Në muajt dhe vitet që ndoqën, Ramiz Alia do të përballej me pasoja edhe më të rënda të së kaluarës së tij, me akuza dhe procese gjyqësore, me burgim dhe poshtërim publik. Humbja në zgjedhje ishte vetëm fillimi i një rruge të gjatë rënjeje që do ta çonte deri në fund. Por le të ndalemi pak dhe të shqyrtojmë se çfarë do të thoshte kjo humbje për Shqipërinë në tërësi, jo vetëm për Ramiz Alian personalisht. Sepse përtej dramës individuale të një njeriu që humbi pushtetin, kishte një kuptim më të gjerë historik që ja vlente të eksplorohej. Zgjedhjet e marsit të vitit 1992 ishin momenti kur Shqipëria vendosi përfundimisht të shkëputej nga e kaluara komuniste dhe të ecte drejt një të ardhme të ndryshme. Fitoria e Partisë Demokratike me 62% të votave në nivel kombëtar ishte një mandat i qartë për ndryshim rrënjësor, një mesazh që shqiptarët donin të shihnin fytyra të reja dhe politika të reja. Humbja personale e Ramiz Alias ishte pjesë e këtij mesazhi më të gjerë, ishte simboli më i fuqishëm i refuzimit të së kaluarës. Por a ishte ky refuzim i plotë dhe i sinqert?
A arriti Shqipëria vërtet të shkëputej nga trashëgimia e komunizmit, apo thjesht ndërroi fytyrat në pushtet pa ndryshuar thelbin e sistemit? Kjo pyetje do të merrte përgjigje në vitet që ndoqën, dhe përgjigjja nuk ishte aq e thjeshtë sa shumë kush kishte shpresuar. Shumë nga strukturat e vjetra të pushtetit mbijetuan tranzicionin, shumë nga njerëzit e regjimit të vjetër gjetën mënyra për t'u përshtatur me sistemin e ri, shumë nga praktikat e korruptuara dhe autoritare vazhduan në forma të reja. Ndryshimi ishte real, por jo i plot, ishte fillim por jo fund. Ramiz Alia, nga pozita e tij e re si ish president i humbur, e vëzhgoi këtë proces me ndjenja të përziera. Nga njëra anë, ai mund të ndihej i justifikuar kur shihte se edhe qeverisja e re po bënte gabime dhe po përballej me vështirësi. Nga ana tjetër, ai e dinte se nuk kishte më asnjë rol për të luajtur, se koha e tij kishte kaluar përfundimisht dhe se historia po shkruhej pa të. Por historia nuk e kishte harruar Ramiz Alian, edhe nëse ai do të kishte dashur të harrohej. Në vitin 1993, prokuroria filloi hetimet për krimet e kryera gjatë regjimit komunist dhe emri i Ramiz Alias ishte lart në listën e të dyshuarve. Ai u akuzua për shkelje të rënda të drejtave të njerëzit, për përgjegjësi në persekutimin e disidentëve, për rolin e tij në mbajtjen në fuqi të një sistemi që kishte shkaktuar vuajtje të patregueshme. Procesi gjyqësor që ndoqi ishte njëri nga më të ndjekurit në historinë e Shqipërisë së pas luftës. Për herë të parë, një ish udhëheqës i vendit po gjykohej publikisht për veprimet e tij dhe shqiptarët ndiqnin me vëmendje çdo zhvillim. Ramiz Alia u mbrojt duke thënë se kishte qenë vetëm një funksionar që kishte ekzekutuar urdhra, se përgjegjësia e vërtet ishte e Enver Hoxhës dhe e sistemit në tërësi, se ai personalisht kishte bërë çmos për të zbutur represionin kur kishte mundur. Por kjo mbrojtje nuk bindi shumë kënd. Dëshmitarët sollën prova për rolin aktiv të Ramiz Alias në vendimmarrjen e regjimit, për nënshkrimin e tij në dokumente që urdhëronin persekutime, për fjalimet e tij që kishin justifikuar shtypjen. Imazhi i njeriu të moderuar që kishte mundësuar tranzicionin paqësor po shembej përballë provave që tregonin një realitet shumë më të errët. Në vitin 1994, Ramiz Alia u dënua dhe u burgos. Ishte një rënje spektakulare për dikë që vetëm 2 vjet më parë kishte qenë presidenti i vendit, dikë që kishte jetuar gjithë jetën në korridoret e pushtetit. Nga pallatet e qeverisë në qelit e burgut, nga takimet me lider botëror në izolimin e plot, transformimi ishte i plot dhe i pakthyeshëm. Por edhe në burg, Ramiz Alia vazhdoi të mbrojte versionin e tij të historisë. Ai shkroi kujtime dhe ese ku shpjegonte pikpamjen e tij për ngjarjet, ku justifikonte vendimet që kishte marrë, ku akuzonte të tjerët për gabimet e regjimit. Ishte një përpjekje për të rishkruar historinë nga këndvështrimi i tij, për të lënë një dëshmi që do të lexohej nga gjeneratat e ardhshme. A ja arriti Ramiz Alia të bindë dik me këto shkrime? A ndryshoi ndonjë mendje për rolin e tij në historinë e Shqipërisë? Përgjigjja, me sa duket, ishte jo. Shumica e shqiptarëve vazhduan ta shihnin si përfaqësues të një sistemi të urryer, si dikë që kishte qenë pjesë e problemit dhe jo e zgjidhjes. Shkrimet e tij u lexuan kryesisht si përpjekje për vetjustifikim, jo si dëshmi të sinqerta që mund të ndihmonin të kuptojë e kaluara. Por le të kthehemi tek ajo pyetja që e ka përshkuar gjithë këtë histori, pse humbi Ramiz Alia aq rënd në zgjedhjet e marsit të vitit 1992 dhe çfarë na mëson kjo humbje për natyrën e pushtetit dhe të ndryshimit? Përgjigjja e parë dhe më e dukshme është se Ramiz Alia humbi sepse përfaqësonte një të kaluar që shumica e shqiptarëve donin ta linin pas. Pavarësisht përpjekjeve të tij për t'u paraqitur si reformator, ai mbetej në sytë e shumicës si njeriu i sistemit të vjetër, si dikush që kishte përfituar nga shtypja e të tjerëve. Kjo njoll nuk mund të lahej me fjalë të bukura apo me premtime për të ardhmen. Përgjigjja e dytë është se Ramiz Alia kishte humbur kontaktin me realitetin e vendit që pretendonte të udhëhiqte. Ai kishte jetuar për kaq gjatë në botën e izoluar të elitës komuniste, ku çdo gjë ishte e kontrolluar dhe e parashikueshme, saqë nuk e kuptonte më se çfarë mendonin dhe ndjenin njerëzit e zakonshëm. Kjo shkëputje nga realiteti e bëri të paaftë për të bërë fushat efektive dhe për të fituar zemrat e votuesve. Përgjigjja e tretë është se koha thjesht kishte kaluar për njerëz si Ramiz Alia. Pavarësisht aftësive të tij politike dhe përvojës së gjatë, ai ishte produkti një epoke që kishte mbaruar. Bota kishte ndryshuar, Shqipëria kishte ndryshuar dhe njerëzit donin udhëheqës që përfaqësonin të ren, jo të vjetrën. Asnjë sasi zgjuarësie politike nuk mund ta ndryshonte këtë realitet themelor.
por ndoshta përgjigjja më e thellë qëndron në natyrën e vet pushtetit autoritar dhe në mënyrën se si ai deformon njerëzit që e ushtrojnë. Ramiz Alia kishte kaluar dekada duke jetuar në një sistem ku pushteti vinte nga lart, ku nuk kishte nevojë të fitojë mbështetjen e popullit, ku mjaftonte të kishte besimin e shefit për të qenë i sigurt. Ky sistem e kishte bërë të paaftë për të kuptuar se çfarë do të thoshte të fitoje vërtet votat e njerëzve, të bindësh dikë që kishte zgjedhje të lirë. Kur u gjend për herë të parë në jetën e tij në një garë të vërtet demokratike, Ramiz Alia nuk kishte mjetet për të konkurruar. Ai dinte të intrigonte dhe të manovronte brenda sistemit të mbyllur të partisë, por nuk dinte të fliste me njerëzit e zakonshëm në gjuhën e tyre. Ai dinte të shkruante fjalime ideologjike që lexoheshin në mitingje të organizuara, por nuk dinte të bindë dikë që kishte lirinë të thoshte jo. Franco Croci, nga ana tjetër, edhe pse nuk kishte asnjë përvojë politike, kishte diçka që Ramiz Alia e kishte humbur ose ndoshta nuk e kishte pasur kurrë, kishte aftësinë për të qenë i vërtetë dhe i besueshëm. Ai nuk kishte nevojë të luante një rol sepse nuk kishte asgjë për të fshehur, nuk kishte të kaluar të errët që duhej të justifikonte, nuk kishte vendime të vështira që duhej të shpjegonte. Ishte thjesht një njeri i zakonshëm që donte të shërbente vendin e tij dhe kjo thjeshtësi ishte arma e tij më e fuqishme. Në një kuptim të thellë, përballja midis Ramiz Alias dhe Franco Crocit ishte përballja midis dy botëve të ndryshme, midis së kaluarës dhe së ardhmes, midis pushtetit të imponuar dhe pushtetit të fituar, midis kompleksitetit të korruptuar dhe thjeshtësisë së ndershme. Dhe kur shqiptarët u detyruan të zgjidhnin midis këtyre dy botëve, zgjedhja e tyre ishte e qartë dhe e vendosur. 61%